një adhurim me bo me dy njete. Mirë, po ditën e Arafatit mos e le me dy njete. Pyetja thot, hoxh jam të ngjinu ditët e Ramazanit si më kanë met borxh. A është më mirë si pingjinoj që të ditë? Mirë është. Domethënë nëse e ke zgjedh me agjëru këtë ditë, mirë është, mirë, po ditën e Arafatit mos e le me dy njete. Sepse interesant, adhurimet në Islam janë dy lloje. Mirë të përgjithshme. Jo farzë sunete, po në ndamje tjetër du me bë. Lloji i parë i adhurimeve është që Allahu e kërkon që në formë caktuar të adhurimit. Për shembull, suneti i sabahit. Suneti i sabahit është adhurim që kërkohet si sunet, domethënë asnjë formë tjetër nuk e zaventson. Në anën tjetër janë disa lloje të adhurimit që Allahu kërkon lloji i adhurimit muarrit. Nuk është me rëndësi emri si emër. Për shembull, agjerimi vullnetar, nafile. E zgjedh një ditë dhe agjeron. Domthonë, ky është sunet i përgjithshëm që mos mu shkëput njerëzit prej formës së adhurimit përmes agjerimit. Përderisa dita e Ashurës, agjerimi ditës Ashurës, agjerimi i Arafatit, ditë e Shevalit, këtu janë ditë të cilat kërkohen si ditë, adhurimi këtyre ditëve. Jo veç adhurim, veç agjerim. E përderisa është këtë formë, atëherë nuk mund të bëjmë me dy njete. Për shembull, dikush thotë unë po ja agjeroj edhe ditën e Shevalit, edhe Ramazanin që vajt. Jo, domthonë duhet me ndos sepse sicila është e kërkuar veç e veç. Ose thotë unë po ja agjeroj edhe Arafatin edhe në ditë që më ka marrë pe Ramazan. Jo. Ramazani kompenzon veç, Arafatin veç. Në këtë formë, sepse secili agjerim në këtë rast është i kërkuar veç e veç. Përderisa agjerimi të honës së tëjtës për shembull, është i kërkuar si tërësia e adhurimit. Për ata lejohet, për ato i cili i kanë me ditë e Ramazanit, me zgjedh honën edhe tëjtën. E agjeron me dy niyete. Kompenzim të Ramazanit, por që është honë edhe tëjtë dhe me lejen e Allahut i arrin dy shpërblime. Ose dita e Arafatit bën tëjtën, ose bën të honën. E agjeron si dita e Arafatit ose si e honë. Këtë rast prish punë. Sepse njëri jetë është i ngushtë, Arafati, njëri jetë është i gjanë, agjerim. E kështu që këtë ditë mundesh me agjeru ditë e Ramazanit, edhe si ditë Ramazanit, edhe si ditë të Dhulhijhes, mirë, por kur të vim të Arafati, ja, Arafati do të më agjeru në vete. Dita e Arafatit është e kërkuar kështu, me emër. Dita e Arafatit. Kjo domosdoshmë është ajo që e kanë shpjeguar dietarët sa i përket bashkimit të dy njeteve me një punë, një adhurim me bë me dy njete.